Malakastra, një nga krahinat e njohura në Shqipërinë e Jugut, për bukuritë e peizazhit natyror, histori dhe tradita shekullore, adetare dhe patriotike, që në gjitha kohët është dalluar për mikpritje dhe qëndrim të pashemullt ndaj pushtuesve të huaj. Greshica është vendosur një pozitë natyrore dhe veçantë, balkon i Mallakastrës, me kodra të bukura të veshura me ullinj, pyje të vegjël dhe të gjitha llojet e pemëve frutore, pjergulla, si dhe sipërfaqe të vogla me vreshta. Greshica zbret hishëm nga Shëndëlliu dhe mali i Goricës dhe hap krahat në lindje që kufizon me Gjerbës dhe Kapaj, ndërsa në perëndim me fshatin Hekal. Për Greshicën është karakteristike vendosja e shtëpive dhe e lagjeve të shumta, sipas fiseve, anë e kënd fshatit dhe në vende dominante, me shtëpi të rrethuara me avlli që vende humbasin nën kurorën e përjim të ullinjve. Një fshat i bukur dhe me tradita mikpritje shembullore, arsimdashës, me njerëz të urtë dhe fisnik. Në Greshicë, qysh në kohët që s'mbahen mend, nuk njihet hasmëria, aq sa ka qenë dhe mbetet shembull i bestikërisë dhe bashkimit për mbrojtjen e trojeve nga pushtuesit e huaj. Greshica në të gjitha kohët ka lindur djem dhe vajza të aftë për punë dhe model në shoqëri dhe familje. Në Greshicë, edhe palca e gurit është ekstrakt i genit mbjetesës shqiptare. Edhe ata që kanë qenë në ushtar, edhe ata që kanë qenë në shkollë, kanë takuar njerëz të cilët ju thoshin, je nga Greshica, një fshat me të vërtet me tradita, një fshat bi të tjera. Kjo natyrisht na shtonte krenarin, po ama na shtonte dhe barrën edhe përgjegjësin për t'ju përgjigjur më mirë atyre detyrave që na ishin ngarkuar sipas sektorëve të secilit. Dhe me të vërtet, Greshica në tërë historinë e saj është e njohur në Mallakastër për karakterin e saj, për qëndrueshmërinë, për patriotizmin dhe për traditat më të mira që ka Mallakastra. Mallakastra e tëra është e bukur. E gjitha ka histori të veçantë. Por në të Greshica spikat. Spikat për bukurinë e saj natyrore, për shpirtin patriotik, për greshiciotët e ditur të mençur njerëzor, burrëror, shoqëror, vllazëror. Greshica është një vend i mrekullueshëm, por unë kam edhe një lidhje tjetër, se i mat mbas luftës ka punuar shumë vite në Greshicë, në reformën agrare që quhet në ato vite dhe nga brezi i vjetër, domethënë nifet. Po kjo është fare pak kundrejt vlerat vërteta që ka Greshica. Dhe Greshica ndryshe nga ndonjë vend tjetër i Mallakastrës që ka një krenari pak të kaluar.
është më modeste, domethënë, që përtej së cilës është jo vetëm bukuria, po dhe krenaria dhe vlerat patriotike. Por Greqica së paku ka këtë vlerë, me njerëz të urtë, me njerëz shumë modest, por jashtëzakonisht mikpritës, që fatmirësisht vlerat ruhen mirë atje. Greqica është një fshat i madh, është një fshat përparimtar, është një fshat që nga kohët e lashta, edhe deri në ditët e sotme, që nuk njeh njëherë hasmërinë me njëri tjetrin. Malakastra dhe historia janë binjake, që nga ngulmimet e hershme të Bylisit, Nikajs, Llavinicës, vërtetojnë që ky qytetërim i lashtë, Malakastër, që nga shekulli 4 deri në shekullin e 6, kanë qenë të organizuar mirë në të gjitha trevat e kësaj krajine të lashtë. Kryet fshatit, aty ku bëheshin kuvende dhe grumbulloheshin burra dhe gra pranë xhamis dhe dylisave të mëdhenj dikurshëm të shejve, është ngritur një përmendore ku janë shënuar dhe skalitur në gur shumë emra kapetanësh të fshatit Greqic, me në krye Sullo Zenelin, si dhe kapetani legjend Rapo Ekali. Një vend nderi kanë zënë këtu kapetan nga Labaria dhe Kurveleshi, që morën pjesë me qetot e tyre në kryengritjen kundër reformave të Tanzimatit në betejën e Greqicës. Kjo përballje e pazakontë e një fshati me një perëndori, ditën e parë të luftimeve dhe pjesëmarrja e grave, që përfaqësoheshin nga Merushe Yzeiraj, një grua trimbe me aftësi të rralla që u rrjedhtuan në qetin e Sullo Zenelit për të marrë hak për vrasjen e babait dhe vllait të saj nga ushtria turke. Padyshim që Greqica dhe Malakastra janë një vend shumë të spikatur në historinë e Shqipërisë, janë djepi dhe kroni historisë së vërtetë të Shqipërisë, për atë çka ka dhënë në gjithë kohën. Paktën ku kemi qenë zënës shkollës fillore, me atë naivitetin e fëmijëve dhe me padijen e kohës, të gjithë na janë skalitur në memorien tonë figura të tilla si Rapo Ekali, apo lëvizjet e mëdha të hershme që ka bërë Malakastra, duke qenë në krye të gjithë lëvizjeve patriotike për pavarësinë. Të gjithë e njohin librin e Kallamatës që përshkruan luftën e Tanzimatit në Greqicë. Me të vërtetë një qendresë herorike. Ishte një luftë që kishte pjesëmarrës edhe nga fshatrat të tjera të Malakastra, po rolin kryesor e kishte Greqica me luftëtarët e saj si Sullo Zeneli e të tjerë që janë bërë pjesë e historisë. Greqiciotët, një popull me qendresë heroike, kanë vërtetuar me historinë e tyre se kanë marrë pjesë në luftën kundër Tanzimatit dhe Vrionasve. Një bashkëpunim midis Malakastriotëve dhe krajinës Labris, edhe sot në Greqicë quhen Varret e Lebrëve. Aty është edhe një monument që vërteton që ata së bashku kanë qëndruar kundër pushtuesve të tyre. Për të nxjerrë në dritë veprimtarinë e hershme të tyre në dobi të Greqicës, pse të themi edhe të Malakastrës. Hysen Shehu i parë, njeri i ditur dhe i urtë, që u zgjof nga Greqiciotët për të ndërmjetësuar në kuvendet e kohës lizjen e Tanzimatit, për të bashkuar kundër robërisë turke e të tjerë.
Kjo përmendore i ngjan një harku triumfi prej nga shpaloset geografia e hapësirave të luftimeve kundër turqëve në pranverën e vitit 1947, që shënoi turpin e disfatës së 2 taboreve turke. Të gjitha këto ngjarje që ka ndodhur në harkun kohor të 4-5 ditëve në Greshic përbëjnë epiqendrën e një tërmeti njerëzor në trojet e saj. Këto ishin drama dhe tragjedi që do të thellonin hendekun e ndarjes që përgatiste venitjen e kapitullimin e perandorisë osmane. Ishin këto përpjekjet perandorisë për të zgjatur jetën në Ballkan dhe Shqipëri, prandaj nuk ndalej para asnjë lloj krimi, cili do të ishin viktimat, që u flijuan në këtë luftë pa barabartë. Prej këtej vështrimi hidhet larg, nga verilindja në malin e perëndishëm të Tomorit, ndërsa në jug në malit e Labaris dhe Kurveleshit e Mesaplikut, ndërsa në perëndim vështrimi tretet në ujërat e kaltërta të Adriatikut, në Sazan dhe Karaburun, ku deti luan simfoninë e përjetshme duke sjellë shkëlqimin e ditës. Këtu jemi në lagjen Bakiaj, e vendosur në mesin e kodrave që zbresin thik në ulësirën e fshatit që përshkohet në rruga automobilistike Ballsh-Fratar, një bukuri e pastër e peizazhit rreth e qark, lugina të veshura me gjelbrimin e stinës dhe ullin shekullor, si dëshmi e brezave të shkuar dhe historisë. Është një lagje e vogël me shtëpi prej guri, të ndërtuara në vitet e pashtërimit, ku Greshica u shkërmbua 2 herë nga nazifashistët. Këto mure nuk kanë qenë kaq të heshtura, dhe po të lezosh memorien e tyre do të gjesh ngjarje, histori dhe protagonist, e pse sot është një vakum rrëngjethës ku nuk shikon fëmijë të lozin dhe të qeshin. Dëshmit janë ende të gjalla. Këto mure flasin shumë për vargun e ngjarjeve, për ata që nuk jetojnë më, duke filluar nga të parët e fisit, që ishte Mete Hoxha, me pasardhësit Braçen, Binon dhe Jusenin. Në këtë shtëpi 2 katëshe, të ndërtuar prej guri dhe të pastër me dritare të vogla, është vendosur një pllak përkujtimore, një dëshmi dhe pjesë e historisë jetës Xhevid Zaçe Bakiaj, pasardhës i Bino Zaçes. Këtu Xhevid Bakiaj ka lindur dhe ka kaluar pjesën më të madhe të jetës së tij. Xhevid Bakiaj lindi në vigjiljen e shpalljes pavarësisë në pranverën e vitit 1911, kur perandoria turke ishte në kapitullim të plot dhe Ismail Qemali do të shpallte Shqipërinë e pavarur. Jeta e tij kaloi përmes dallëve dhe peripecish, sepse babai Zaçe Bakiaj e la në moshën 9 vjeç, ende fëmijë, ndërsa motrën Fatimen e rrëmbeu vdekja në moshën 4 vjeçare. Ishte nën Meriema që u përball me vështirësitë e jetës, me dhimbje dhe varfëri, për të rritur djalin e vetëm, Xhevitin, duke mos pranuar të vendos kurorën e dytë,
Ajo mori përsipër të gjitha punët e burrit dhe të gruas, në kohën kur varfëria të trëmte dhe Shqipëria ishte në udhëkryqjet e historisë. Zemra saj ishte e kulluar dhe sjellja aq e butë dhe e përbojtur, sa që patjetër vetëm një grua e vërtet mund të sillej ashtu. Ajo ishte e qetë dhe të gjitha veprimet e saj ishin të urta dhe të matura. Babai i Gjevitit, Zaqebino, ishte pjesëmarrës në luftën për pavarësi dhe në luftën e Aninës, me 10 greqitësiot si Haxhi Xhafaj, Kazim Muçaj, Ali Aliaj, Selfo Dautaj, Mohamed Dautaj, Ali Veliaj e të tjerë. Zaqebakiaj u nda nga jeta në vitet 20, kur djali i tij ishte vetëm 9 vjeç. Dal ngadalë me plot vështirësi dhe varfëri, Gjevit Zaqa u rrit me gjinin e nënës që u shqeu me dashurinë për atë dhe patriotizëm, si produkt një familje dhe një fshati me histori dhe protagonist. Ishte pikërisht ky trull patriotik që djali i ri, Gjevit Zaqa, u përfshi në moshën vetëm 24 vjeç në kryengritjen e Fierit të vitit 1935, ndërsa Itali fashiste e priti me zemërim dhe indinjat dhe me plot burra të tjerë greqitësiot, si Sefedin Uzeiri, Refat Rexhepi e të tjerë, ju drejtua prefekturës Ballshit për të marrë armë, ku Gjevit Zaqa provoi torturat e gjandarmerisë dhe burgun për një armë që rrëmbeu në prefekturë. Tashmë Gjevit Zaqa i përgjeshëm për përfshirjen në luftë kundër pushtuesve italian, u mbështet në familje të njohura, adhetare dhe patriotike të Klosit dhe të Hekalit. Gjevit Zaqa kishte cilësi mjaft të mira, ishte njeri i pastër nga shpirti, ishte njeri që nuk përtonte për të mirën e lagjes, e fshatit, dhe mund them që në lagjen tonë shkruajti një histori të mirë që të gjithë këto puna që së mbarojnë janë shumë të gjata, i pasqyroi Gjeviti. Ai nuk ishte shkollë, ishte autodidakt, por kishte një zgjuarsi natyrale dhe njëri shumë i shkathet, njëri i zhdërvjellët, që ta eti përgjigjen aty për aty, në majtë gjuhës. Por ishte edhe njëri, domethënë, shumë dashamirës për human, shumë human. Gjithashtu, vjasim dashës. Unë kam pasur fatin të kem qenë zënë si parë në Greqisë në vitin 44. Dhe më kujtohet fare mirë ato sakrifisa që bënë në atë kohë Këshilli Popullor i fshatit, Gjevit Zaqa ishte sekretari i Këshillit, bashkë me Refat Rexhepin, kryetari i Këshillit. Në i katua, ata bën gjithçmos me disa gratë fshati për ta lidhur, për ta rregulluar me dritare, dhe në çdo lagje me mësuesin që kishte në atë kohë për të regjistruar nxënësit. Unë që kam punuar me të, kam punuar në 63 ku kam marrë, kam qenë punë në Fierë, në ndërmarrje ndërtimi. Dhe shkurtimisht, unë nuk e dija që ai interesoi për mua. Edhe brigadieri im thot, ka pyetur drejtorin tënd, që si është filani, dhe i ka thënë vapet mira. Të flasë për Gjevit Zaqa në nverë është do kohë. Ishte një tip universal që e hadhe meraku edhe për punimet me traktor, edhe për gjithë marrëvajtjen e kooperativës dhe shoqërisë. Jam krenare që po flasë për baba Gjeviti sot. E njoh shumë mirë, kur kam ardhur në Usën në 69-ën, unë s'kisha vjerë, këtu vini shumë deleguar të baba Gjeviti, ai vinte me vrapa atje Xhemile, na kanë ardhur deleguar sot, merri ato nuset e të gatuajnë këtij na neve. Ne vinim gjithë natën gatuajnë me byrekt, revani, çka kishte që ishte tradita jonë atëre. Edhe si ishte para herë, po shumë herë këtu vinin deleguar tek baba Gjeviti. Ne ishim nga dishmërit atje.
Këtu është shtëpia e babait tim, e ndërtuar nga duart e tij në vitin 1956. Është një fat i madh. Por edhe meritet e tij që mbeti kjo shtëpi, sepse kur hikëm nuk ja dha tjetër njeriu që ta prishte, po ja dha nipit tij Lutos. Ne kur vim këtu, na duket vetja si në shtëpi tonë, se jemi të vllajon, të Lutua. Për këtë merit ja njohim edhe babait ton. Babai on në natyra ka qenë në vrik, po me një shpirt gjerësi shumë të madhe. Më kuptohet shpeshherë se në vllazëria mund të kishte në gjë. Kur vinte miku te kushrin, ai nuk priste që t'i thoshin që o Xhavit na ka ardhur miku, pa ai vinte direkt te brenda në shtëpi. Domethënë nuk pyesin, ose kur vinin, sidomos udhëheq Bilbil Krosi, që unë kur isha i vogël rrinja në fund të shtëpisë, Yseni me Shahinin, shumë burra të nderuar, sidomos Shahini i Urt, Yseni i zgjuar, bëni muhabet dhe ku kënaq Bilbil Krosi. Rruga e Xhavit Zaçës është e mbushur me shumë ngjarje dhe bëma fisnike. Statura e tij zëvend të merituar në Muzeun dhe Historikun e Greqisë dhe të Mallakastrës. Roli dhe kontributi i Xhavitit në luftën antifashiste nacionale shqiptare dyzohet për faktin që ai është një nga bijtë e parë të Greqicës që nga themelimi i qytetit të fshatit deri në fitoren përfundimtare. Jo vetëm që i kam dëgjuar nga babai e nga pejtë të tjerë, po unë kam moshën e tillë që edhe i kam përjetuar vetë. I kam njohur personalisht shumë mirë, edhe të ndjerin e Refat Xhepi, i cili u nda nga jeta shumë shpejt, po në mënyrë në një kohë shumë më të gjatë të paharruarit Xhavit Zaçi. Të dy këta, si Refati edhe Xhaviti, janë dalluar për punën që kanë bërë në drejtimin e Këshillit për gjendjen mbas luftës ku fshati ishte i djegur, dhe me kontributin, me fjalën që kishin ata në organet e rrethit, në Ballësh edhe në Fier, arritën që të marrin ndihma të mëdha edhe të ndërtojnë shtëpitë e djegur. Si Refati edhe Xhaviti e kemi si aksion këtë nere, dim të gjithë që kanë dhënë një kontribut të madh për hapjen e shkollës së parë në Greqi. Xhavit Zaçja nuk duhet harruar, por duhet kujtuar gjithnjë me nderim e respekt edhe për punën e palodhur të ndërgjegjshme si patriot që ai dha pasqyrimit të vendit. Ai ashtu si shkëndroi në ballë të luftës, shkëndroi edhe në ballë të aksioneve që u kryen pas shërimit të vendit për ndërtimin dhe ndërtimin e Shqipërisë së demokratike. Kështu që Xhavit Zaçën ne shikojmë në të gjitha sektorët në ballë të punës. Ai u mor me arsimin. Ishte një nga ata shokët që mori përsipër për të ndërtuar shkollën dhe beri çmos që shkolla ndërtohet dhe të vijojë kulturën cenës dhe të marrë gjerësi dituria në fshatin Gjerësish. I vend e Greqica për ta bërë Xhavit Zaçën. Po dhe Greqicës i vend e Xhavit Zaçja, ashtu si bijtë e tjerë të lavdishëm të Greqicës, si Refat Xhepi, Gjafo Ligua e të tjerë që u tha këtu. Pas takimit të parë me Mehmetshehun dhe Bilbil Krosin në shtëpinë e tij në nëntor 1942, Xhavit Zaçi do të kishte një kalendar të veçantë në rrugën e tij drejt lirisë. Në 28 nëntor 1942 u krijua Këshilli Antifashist i fshatit me kryetar Gjafo Likon dhe sekretar Riza Mukun, ndërsa në përbërjen e këshillit ishin Refat Xhepi, Xhavit Zaçi, Kerim Demo, Hasan Senno, Tevfik Hasani, Isa Yseni, Dino Bariami, Axhe Mehmeti, Hakil Ymeri e të tjerë. Në 20 nëntor 1942 në dyqanin e Palikusës u formua qeta vullnetare e fshatit Greqicë me 90 burra që drejtohej nga ushtaraku akademik Sefedin Yzeiri. Si dhe me shumë pjesëmarrës të tjerë, Halim Qazimi, Dino Rexhepi, Kerim Ceno, Xhavit Zaçi, Rapo Ajdini, Fethi Rakipi, Alush Fetau, Safet Hyseni e të tjerë. Në këtë takim mori pjesë Hysni Kapua.
Në dhjetor të vitit 1942, Xhevizaçi do zgjidhet antar i Këshillit Nacional Shqiptar të Greshicës e do të ishte pjesëtar i qetës territoriale të fshatit. Më 5 shkurt 1943 do të vinte betejë e njohur e qafës së Kuqit, ku Xhevizaçi në kryet greshiciote do të shënonte triumfin e parë në jetën e tij, në një luftë të vërtetë. Kjo betejë do të ishte prova e parë e qetës vullnetare të Greshicës, ku bënte pjesë edhe Xhevizaçia, dhe në kryet kësaj qete ishte patrioti Refat Rexhepi. Ishte një autokolon armike e përforcuar me një autoblind dhe 4 makina, të cilat ranë në breshërinë e armëve dhe bombave për mos e 3 orë luftime të përgjithshme. Bilanci i viktimave ishte për italianët me 3 vrarë dhe 13 plagosur, ndërsa pjesa tjetër u çarmatosën dhe u lanë të lirë. Pas së ngjarjes në qafën e Kuqit dhe në grykën e Projit Duleve, ndodhi pjesa e dytë e betejës, me 6 shkurt 1943. Zinxhiri i autokolonës tyre përbërej me 400 ushtarë, të cilët zbritën qafën e Kuqit me drejtim kryesor lagjen e Dulajve dhe Sollakajve. Përballë tyre qëndronin forcat vullnetare të Greshicës, ndërkohë që popullsia ishte evakuar në fshatin Aranitas dhe në fshat Raftinj. Në qershor të vitit 1943 u formua celula e parë komuniste në Greshicë dhe Xhevizaçia u zgjoh sekretari i saj. Në 20 nëntor 1943, Xhevizaçia u zgjoh antari i shtabit të mbrojtjes të Mallakasës, ndërsa më 8 korrik 1943, me shumë greshiciotë të tjerë, ai mori pjesë në Kuvendin e Poçemit. Shtëpia e Xhevizaçës, si bazë e luftës, kishte garanci për jetën e figurave të shquara që drejtonin në atë kohë. Kjo është pllaka përkujtimore e vendosur që në vitin 1985 me një mbishkrim domethënës. Kjo ka qenë shtëpi bazë e luftës nacionale shqiptare, ku gjatë viteve 1942-44 janë strehuar dhe kanë punuar shumë udhëheqës të qarkorit Partisë Vlorë Mallakastër. Xheviti i dha fjalën, i dha besën partisë në atë kohë, shoqërisë, shokëve të luftës dhe nuk u nda. Nga fillimi e deri në fund. Ka qenë pjesëmarrës në të tëra aksionet. Xhevizaçin e njoh jashtëzakonisht të mirë. E njoh mirë për aktivitetin që ai ka bërë. Xhevizaçia është simbol, ka qenë simbol i cilësive më të mira, i modestisë, i urtësisë, i trimërisë, i ndershmërisë, i njeriut që është lidhur ngushtë me shtresat e gjera të popullit. Familje nga e cila është realizuar propagandë patriotike. Për të gjitha këto ngjarje ku Xhevizaçia ka qenë në krye të aksioneve, ka lënë kujtime duke filluar nga betejë e qafës së Kuqit, momentet historike më të rëndësishme. Djegjen e fshatit në korrik 1943, si dhe kujtimin e figurave të shquara të luftës, duke filluar nga Mehmet Shehu, Bilbil Klosi, si dhe patriotë të tjerë mallakastriot. Ndër të tjera, Xhevizaçia kujton takim me Tukjakovën në dhjetor të vitin 1943 në shtëpinë e Muço Dhules. Qëllimi i këtij takimi ishte biseda me vëllezërit Berhamaj, Sefedin, Besim dhe Seid Berhamaj, intelektual që kishin studiuar jashtë dhe me një origjinë të njohur fisnike. Gjithashtu Xhevizaçia kujton dëshmorët e bashkëluftëtarë, si patriotin Refat Rexhepi, kryetarin e Këshillit antifashist Xhafolikon, që më vonë ra dëshmor i luftës. Ai kujton aksionet luftarake kundër pushtuesve nazifashist, ku qeta territoriale e Greshicës me komandant Refat Rexhepin dhe ndihmësin e parë Xhevizaçen kanë marrë pjesë në mbështetje të luftimeve në Margëlliç, në luftën e Ngraçanit, në Patos, në Povël, Gjerbës e tjerë. Xhevizaçia e njihte mirë librin e madh të jetës. Ai dinte të bisedonte edhe me kundërshtarët e komunizmit, por dhe të ruante miqësinë me bashkëluftëtarët e tij. Ishte kjo arsyeja që ai ruajti tolerancën dhe me diplomaci përjashtoi përplasjet me armë, si dhe viktimat nga dy palët.
Shembull i veçantë është marrëdhënia me Jazajn, që u përqasën më shumë me ballin kombëtar, por dhe siguruan qetësinë për të mos shkaktuar viktima dhe vllavrasje në hyrje dalje që bëhej në shtëpinë e Xhevitzaçës, apo qoftë dhe vizitat që bëheshin në familjet e Jazajve. Xhevitzaçe Bakiaj ka qenë një burr që ka ditur, ka mbajtur ekuilibrin, qoftë në luftën atëherë shqiptare dhe mbas lirimit. Lirimin i parë i takon këtij patrioti, këtij birit të Greqicës. Kësaj embleme i bashkëngjitet shumë i burrave të shtuara të hershme, jo vetëm të periudhës luftës së dytë botërore, po shumë hershme në histori, siç është Xhevitzaçi. Kështu që respekti i takon këtij brezi luftëtarësh dhe gjithë veteranëve të shtuar që bënë epopej në luftën e dytë botërore. Besoj që portreti i Xhevitzaçës ka mbetur ende i paplotësuar. Pas Mallakasa i vërtet që nga një pjep trimërie, që nga një bastion trimërie, një bastion njerëzish që duan Shqipërinë, që duan Adheun, dhe ky nuk është vetëm Xhevitzaçi. Si Xhevitzaçja atje ka me qindra figura të tjera që kanë ngjetur ende pa u shkruar. Sa më shumë të dëgjosh Mallakasën, aq më shumë një Shqipëri. Çlirimi i Shqipërisë e lehtësoi pak jetën e njerëzve, por rindërtimi i vendit ishte një punë tjetër shumë e madhe, sidomos në kushtet e diktaturës komuniste. Ai u martua në vitet 30 me një grua fisnike nga dera e madhe e Pelaneve, me Hamiten, një grua e urtë me shpirt dhe me zemër, punoi si nënë dhe bashkëshorte, duke pritur dhe përcjell miq dhe me një kujdesie të jashtëzakonshme për fëmijët e saj. Xhevitzaçi në periudhën e mbashkërimit do të interesoi për rindërtimin e shtëpive dhe hapjen e shkollës së parë në Greshicë në vitin 1944. Ai u zgjodh në detyra të rëndësishme si kryetar lokaliteti, kryetari i këshillit të fshatit, në kryetari i kooperativës dhe punë të tjera i kreu me përkushtim të jashtëzakonshëm. Ka patur një traditë shumë të mirë në popull. Ka qenë dashamirës. Vepra dhe puna e Xhevitit e bente që ai të trokiste në tëra familjet greshiciote. Edhe ndonjë që e kishte prishur fjalën, Xheviti vinte në familjen e atia për gëzime edhe për hidhrime. Xhevitzaçën që në viti 1950 që kam punuar bashkë me gjithë Xhevitin. Xheviti ka qenë një aktivist i fshatit, ka udhëhequr vazhdimisht. Do thënë, Xhevitzaçja, edhe unë kam qenë bashkërisht, do thënë, rreth 90 antar pushteti, me sekretar pushteti, edhe kemi bashkëpunuar për çdo problem që kishim, do thënë, në fshat, që kishim në fshatin e Greshicës, do thënë, pa Xhevitzaçën neve nuk bënim do të asnjë send, nuk zgjidhim. Ai zgjidhte problemet. Në çdo familje që kishim, do thënë, ai rezistencë, ai ishte antar edhe antari i rrethit. Do thënë, gjatë gjithë kohës. Xhevitzaçja ka qenë do ngjelet patriot. Ka qenë njeri shumë aktiv. Ka qenë antar këshilli, kryetar këshilli, dhe unë e kam patur një kohë të gjatë antar këshilli, se kam qenë kryetar këshilli një kohë të gjatë edhe unë. 79 vjet. Xheviti neve na Xheviti kemi mësuar. Kemi mësuar shumë gjëra. Kemi mësuar të komunikojmë me njerëzit, kemi mësuar të japim përgjigjen që i takon çdo njeriu. Se njerëzit nuk janë nevojë, janë të ndryshëm. Dhe duan edhe përgjigje sipas kërkesave. Xheviti për neve ka qenë njeri mësues për neve. Gjatë gjithë jetës, me fshatin e ka patur mirë, ka punuar për fshatin, ka qenë në kryetar kooperative, ka qenë njeri shumë aktiv. Para herë të parë, qysh në ari fëmija me i vogël dhe deri tek ai i madhi ka qenë edukator. Ka qenë edukator për të gjithë neve. Nga mamutaj deri në metalje. Xheviti ka qenë mësues për fëmijët dhe gjithmonë ka shikojtur sidomos brezin e ri. I gjithë fisi, duke filluar gjithë këtu në këta mamutaj, edhe gjithë deri në Jazaj, Xheviti
ka luftuar dhe ka punuar bashkë me ta. Gjeviti punoi dhe e dëgjuan çuna, si Ramadani, Bakiu, Braçja, që morën pjesë. Gjeviti u bani një thirrje. Ata morën pjesë, rrëmbyon armët. Bakiu, do me thënë, ra dëshmor, qoftë i paharruar kuqimin tia. Ai në vitin 42 u krijuan 20 nëntor qetat e Greqicës. 10 ditë pas asaja, në Greqicë u krijua celula. Dhe në celulë bante pjesë Xhevizaçja në fillim dhe Axhe Mehmeti pasaj edhe shok tjerë, si Zyber Hasani, Alu Shvetau e tjerë. Dashur shok të babait tim, dashamirës familjes dhe tapër familjes. Sot na bashkoj këtu së bashku rivënia e pllakës bazë e luftës nacionale shqiptare. E thash që është rivënia. Kjo është edhe dëshira e Greshicjotëve, sepse në qoftë se kjo është një bazë e luftës, nuk është merit thjesht e Xhevizaçës, por është merit e tërë fisit, e tërë Greshicjotëve, se ishin këta Greshicjotët që e përcjellin dhe e prisnin luftën nacionale shqiptare. Viti 1944, Xhevizaçi e zuri me 2 djem, Seferin dhe Xhemalin, ndërsa më pas bashkëshortët lindën edhe 3 djem të tjerë dhe një vajzë, Hasanin, Yllin, Bashkimin dhe Meriamën. Xhevizaçja ishte arsimdashës dhe jo vetëm për fëmijët që i rriti dhe arsimoi, por edhe për djemë dhe vajzat fshatit Greshicë, duke mbrojtur një pjesë të tyre që për sektarizëm përjashtoheshin nga të drejtat e studimeve. Për të gjitha meritat Xhevizaçja është dekoruar me medalje dhe dekorata, si dhe pas vdekjes nderi i komunës Greshicë. Përkushtimi i madh ndaj fëmijëve bëri që djemtë e tij dhe vajza të mbaronin shkollat dhe të formonin personalitetin e tyre në punë dhe në jetë. I pari do të ishte Sefer Bakiaj, djali i madh i Xhevizaçës, i cili pasi mbaroi studimet ndër të parët në Mallakastër si mjek, punoi në Fratër dhe në Ballësh dhe më pas me detyra të rëndësishme mjek dhe shef i shëndetësisë dhe drejtori i Spitalit Fier. Një ceremoni e veçantë në Ballësh, me rastin e shpalljes qytetarënderi i qytetit Fierit Dr. Sefer Bakiaj dhe promovimi i librit Xhevizaçe Greshicjotit, përgatitur nga Rushan Dosti dhe Orhan Frashëri. Në këtë ceremoni, deputetja Parlamentit Shqiptar Antoneta Dhima, pasi lexoi motivacionin e titullit qytetarënderi për Dr. Sefer Bakiaj, delegoi ish kryetarin e bashkisë Baftiar Zeqaj për dorëzimin e dekoratës vëllait Sefer Bakiaj, Ylli Bakiajt. Vlerësimin qytetarënderi për zotin Sefer Bakiaj, me motivacionin për punë të palodhur, profesionalizëm të lartë dhe votshmëri dhe përkushtim të treguar gjatë ushtrimit të detyrës në shërbim të pacientëve. Në qenë se këtu ndodhet vllai i tij Ylli, unë do dëshiroja që këtë vlerësim t'ja jap ish kryetari i bashkisë zoti Baftiar Zeqaj. Një atmosferë festive u krijua me këtë rast, me pjesëmarrjen të personaliteteve nga Berati, qyteti i Fierit dhe shumë greshicjot. Po thërret ra, po he kali, sot visa tu dhe mali, po thërret ra, po he kali, sot visa tu dhe mali. Vlerësimi nga miq dhe dashamirës për figurën e Dr. Sefer Bakiaj, që ka shërbyer me devotshmëri për më shumë se gjysmë shekulli si mjek drejtues në Mallakastër dhe pjesë më të madhe të aktivitetit të tij në qytetin e Fierit. Sefer Bakiaj
është një mjek i dëgjuar në qytetin e Fierit e Mëgjerë. Unë e kam njohur për gjithë periudhën që ka qenë në detyrë në shnetësi. Një mjek specialist i nivelit të lartë, një komunikues i shkëlqyer dhe njëkohësisht një dashamirës për gjithë pacientët. Edhe një administrator i shkëlqyer për kohën që i jetoi dhe drejtoi Spitalin e Fierit. Afër kam njohur doktor Sefer Bakin, një njeri i dashur, i respektuar dhe të shëronte me fjalët e tija, veç recetës që e jepte për pacient, si pacient. Sefer Bakia e ka karakterizuar gjithmonë thjeshtësia dhe dashuria për njerëzit. Nuk veçonte aromë të bardhë gjitha. Doktor Seferi, i lindur nga një familje patriotike, adetare, i cili u edukua nga kjo familje, nga i jati ti Gjeviz Zaçja, që unë e njoh personalisht të jatin e Seferi Gjeviz Zaçja, e kam njohur, dhe njëkohësisht ka qenë edhe mik i familjes time. Ai Gjevidi jo vetëm që ishte adetar, familja e doktor Seferit, që kishte prejardhje nga ky burr i nderuar i krahinës Mallakastrës, i cili gjatë gjithë kohës së luftës dhe të punës ka punuar me kushtim, sidomos Seferi me urtësinë e vet në gjithë Fierin, me gjithë qytetarët e Fierit. Po kështu Hasani, që unë e njoh mirë dhe ne kam punuar në Institutin e Studieve dhe Projektimit të Naftës së Gazit në Fier, kam njohur edhe viteve 85. Ka qenë një nga drejtues kryesor të naftës, atëherë ka qenë patjetër shumë i ri, por një shkencëtar i vërtetë. Hasani ishte një person që njihte gjitha fushat e naftës, njihte mirë relevimin, njihte mirë stratigrafin, njihte mirë projektimet, dhe këtu e mbylli karrierën tek projektimet. Në kohën që unë kam qenë inxhinier, Hasani kishte mjedhull, sepse nuk ishte shkencëtari që të mbante në distancë dhe mbas kësaj distance rriste autoritetin e vet në mënyrë artificiale, po them, por ishte një person që të ftonte për kafe dhe dinte si të përgëdhelte që ti të ecje në jetë si inxhinier gjeolog sidomos. Dihem mjaft mirë dhe Gjeviti i plotësuar do të thoja që trashëgimtarët e vet jem fëmijët kanë shkuar në rrugën e tij. Ata u arsimuan, u shkolluan. Seferi, siç e njeh Mallakastra dhe gjithë Fieri, një mjek me emër dhe drejtues i Spitalit të Fierit. Hasan Bakia, të cilin e njohëm afër për diferencë moshe, intelektual spikator, një ndër inxhinierët hartograf të naftës me emër në Shkallëvend, arriti deri drejtori i Institutit të Naftës dhe Gazit në Fier. Ndaj thash që duhet të ndihet dhe dihet i plotësuar. Gjemali mbaroi shkollën për oficer dhe punoi me përkushtim dhe urtësi, një njeri stoik dhe shumë i sjellshëm në shoqëri dhe familje. Si djalë të mirë kam njohur dhe djalin tjetër, Gjemali, oficer, me të cilin për disa kohë kemi ndenjur këtu në Fier, dhe përveç kisha dëgjuar që është djalë shumë i mirë i Gjeviz Zaçës, kam provuar dhe vetë gjatë kohës që takoheshim për ditë si pensionista, një njeri me të vërtet i formuar, një njeri me të vërtet i mirë që gëzonte dashurinë dhe respektin e shumë. Po veçoj dy fjalë për vllain e Sefer Bakiet, Gjemalin, që e njoh si një njeri të përkushtuar në punën e tij, një ushtarak i fuqishëm, një personalitet në këtë fushë të ushtrisë. Ishte një njeri i dashur me shokët, me miqtë, një njeri që na ngjallte ndjenjat patriotike për ne më të rinjt se Gjemali,
ishte një arsimdashës i shkëlqyer. Të shkonje në shtëpinë e Qemalit, mund të gjejë një bibliotekë të pasur me të gjitha drejtimet dhe të merrje pasuri të pashembullt në këtë bibliotekë. Hasan Bakiaj, djali i tretë i Xhevitit, ishte një nga intelektualët e njohur në fushën e naftës, i lauruar me çmimi kombëtar dhe qytetar nderi i fshatit Greshic. Hasani zotëronte artin e drejtimit dhe të komunikimit, si dhe forcën magjike të depërtimit tek njerëzit, tek të gjitha moshave. Ai grumulloi mendimet intelektuale dhe punoi pa rreshtur për rreth 20 vjet si inxhinier, gjeolog dhe drejtues i institutit të rëndësishëm të naftës në Fier. Nuk është vetëm miku im Hasani, Hasani është miku i gjithë inxhinierëve, sidomos të institutit, por nuk besoj të ketë inxhinier të naftës apo të nxjerrave mos njeh Hasan Bakin dhe kontributet e tij në fushën e naftës. Do duhet një emision i veçantë vetëm për Hasanin për të folur për studimet që ai ka bërë dhe zbulimet që ai ka bërë, por unë do thosha një konkluzion që Hasani dhe specialistët e tjerë të atij brezi e kanë bërë shumë të rëndësishëm mendimin gjeologjik shqiptar dhe kur mbas 90-s, kur në Shqipëri u futën dhe kompanitë të tjera të huaja, mendimi gjeologjik shqiptar qëndroi shumë solid dhe as i studim, as një zbulim, siç është shqepuri, nuk solli një ndryshim të mendimit gjeologjik shqiptar. Personalisht njoh Hasan Bakin, një inxhinier i përkushtuar në fushën e naftës në zonën e Mallakasës dhe të Fierit. Njëkohësisht njoh bashkimin, njoh yllin, të cilët i kanë qenë të përkushtuar në punën e tyre. Njëkohësisht i njoh dhe motrën e Seferi, Meriemen, e cila kanë punuar për një kohë të gjatë me neve në shëndetësinë e Fierit. Një laborante e shkëlqyer në fushën e fizioterapisë. Unë kam edhe dy këndvështrime të tjera për Hasanin. Një këndvështrim e kam që Hasani shkon në Amerikë nga të parën dhe atje pret pothuajse të gjithë shqiptarët me dashamirësi. Dhe sa herë që shkojnë se shkojnë në Klevelanë, do të gjosh vetëm fjalë shumë të mira për Hasanin, fjalë shumë prekse nga shumë familje në Klevelanë, se në Klevelanë është një komunitet me peshë, domethënë shqiptarësh, i afërt me bashkimin, i afërt me Këshillin e Bashkisë së Klevelanit, sepse këtë klimë ka krijuar Hasani në vila dhe për shqiptarët edhe për merit të Hasanit dhe të tjerëve, domosdoshmërisht ka opinion shumë të mirë në Klevelan. Pra, të ndërsim që e lartëson në një plan tjetër është që Hasani ka pritur shqiptarët dhe ka krijuar shoqatë e shqiptarëve në Klevelan, një shoqatë shumë e mirë. S'mund vesh në Amerikë, pa takuar Hasan Bakin, pa takuar përfaqësuesin më dinjitos të komunitetit shqiptar atje. Jo thjesht nga dëshira jote, por edhe nga munguria që bën Hasani si prej asaj zone, që është e pamundur që mos pish kafe, është e pamundur që mos të ftojë në shtëpi, është e pamundur që të mos jesh në një restorant me Hasan Bakin. Një ambient të mrekullueshëm dhe këtë opinion e kanë edhe jo pse janë pritur, por edhe sepse më vonë Hasani ka ditë të krijojë marrëdhënie shumë të mira me komunitetin shqiptar në Klevelan. Hasani veç kësaj ka bashkë me Donën dhe Denin, që janë Dona është menologji shqiptare, është një çift me kontribute në Klevelan, janë përfaqësues të pushtetit lokal, këshilltar dhe këshilltar qarku. Bashkë me këtë dhe shqiptarë të tjerë kanë mundur pas shumë përpjekjesh të ngrejnë shtatorin në Terezës në Klevelan, e vetëmi shtatore në botë.
Dhe kjo vjen për shkak të kësaj kambullje që është kontributi më i madh i Hasanit. I kësaj kambullje të shqiptarëve që në ndihmën tash edhe të këtij çifti që dona është shqiptare tek këso. Edhe me ndihmën e këtyre arrin që në Këshillin e Bashkisë së Clevelandit një vend të veçantë në një park me personalitetet e botës si Einstein vendos te statoria e Nënterit. Hasani e kam njohur si person të përkushtuar në përpilimin dhe në zbatimin e projekteve të kërkimit në naftë. Proceset e punës na lidhin vazhdimisht me këto, me vënien e puseve në shfrytëzim dhe kërkimit zbulimin e vendburimeve. Hasanin e kam njohur në një periudhë kur pas goditjeve që mori nafta në vitin 73-75, ndofta dhe pa të drejtë shumë specialistë të mirëfillt që kishin mbaruar studimet jashtë, ata u ndoqën dhe persekutuan. Kjo shkaktoi një stepje te pjesa tjetër e specialistëve. Mirë po, në athirjet që u bën për dhe inkurajimet që u dhanë për të kryer punimet në kërkim zbulimin e naftës, Hasani ka patur një rol të veçantë. Ai është autor në shumë projekte për kërkim zbulimin e naftës. Në përgatitjen e strukturave të naftë gazmbajtëse, në lokalizimin e tyre dhe në projektimin e puseve për të arritur objektin naftë gazmbajtës. Një nga këto arritje është vendburimi i naftës në Cakra, ku Hasani është autori i projektimit të pusit që zbuloi këtë vendburim. Ka qenë Hasan Bakia që ka qenë kryet shoqatës shqiptare në Cleveland, Iliri, Ademi dhe shumë shqiptarë të tjerë, kryesisht të pellgut të Fierit, domethënë të qarkut të Fierit, që morën angazhimin e madh që Clevelandin ta binjakizojnë me Fierin. Kjo për mua ishte një ngjarje shumë e rëndësishme sepse krijoi një port midis Fierit dhe Amerikës. Dhe gjithmonë portat nuk është se krijojnë privilegje financiare, siç ne ndarojmë, domethënë që sa rrugë do sjellit, çfarë do sjellit, çfarë do vinë nga Amerika, por ishte një port sidomos shumë e rëndësishme, sidomos në fushën e kulturës. Edhe Dona, kjo shqiptare me origjinë, kjo amerikane me origjinë shqiptare, e pranon që ishte Hasani që kërkoi me shumë kamgull binjakizimit të bëjë me Fierin, sepse mund të bëjë me Tiranën, domethënë kështu ishin duke diskutuar këto dy qytete. Jo vetëm kaq, por në këto marrëdhënie, për forcimin e këtyre marrëdhënieve Hasani ka kontribuar shumë dhe mbas tij edhe brezi tjetër, domethënë siç theksova Ademi që sot është kryetar i shoqatës atje dhe Iliri që është një person tjetër shumë i rëndësishëm në Cleveland. Në pranverën e vitit 1995, Xhevizaçja u nda nga jeta duke lënë pas fjalën dhe veprat e tij. Aktiviteti i njeriu kudo gjendur duke filluar nga rinia e hershme deri në ditët e fundit të jetës së tij. Ai mbylli syt me ëndra të realizuara, me fëmijë që u rritën dhe janë zot të familjes dhe të nderuar në shoqëri, me plot nipër dhe mbesa. Xhevizaçja u nda nga jeta si adetar i përkushtuar, familjar i jashtëzakonshëm, prind i respektuar dhe i sigurt në plotësimin e amanetit të tij për fëmijët. Perché tu
Zoti lumtur jeton